Analika ka rrëfyer problemi neurologjik që e detyroi të ndërpresë gjithënien dhe si e fsheu sëmundjen nga Bjordi. Analika, aktoria e njohur, ka ndarë një histori të dhimbshme dhe shumë personale që lidhet me periudhën pas humbjes së nënës së saj. Teksa ka qenë ftuar në një emision, ajo tregoi për herë të parë se është diagnostikuar me një problem neurologjik, një formë epilepsie. Ajo mori vendimin e vështirë për të ndërprerë gjithënien nga frika se mund të mos ishte aftë si nën. Ana tregoi se edhe partnerin e saj, Bjordin, e kishte pyetur nëse donte të qëndronte pranë saj, pasi nuk dëshironte t'i bëhej barr askujt. Ja dhe pjesë nga rrëfimi i saj. Pas humbjes së mamit, më diagnostikuan me një problem neurologjik, një formë epilepsie. Kur po bëja ekon e parë të gocës, më kapi një krizë epilepsie e fortë. Kisha frikë të tregoja se isha e sëmur. E ndërpreva gjithënien sepse nuk doja që goca ime të kishte një mama të paaftë. Vendosa të mos i jepja gjë. Bjordit i thash, nëse doje të rije me mua, ishe i lirë, sepse nuk doja t'i bësha barë askujt, ka treguar ajo.